Mirëmbrëma, jeni me edicionin e së premtës të emisionit 60 minuta. Do të flasim për seancën e kuvendit e cila është thirrur për këtë të diel kur është afati fundit për votimin e qeverisë. A pritet që këtë të diel të kemi qeveri dhe në çfarë krize hyn vendi në rast se dështon formimi i qeverisë? Në studio pas pak do ta diskutojmë me profesorin e shkencave politike Dritro Arifin. Ndërsa për të parë qëndrimin e LDK-s për këtë seancë në një lidhje direkte, pas pak do ta kemi deputetin e LDK-s Krenar Xhaferi. Por si zakonisht në fillim ju sjellim zhvillimet kryesore të ditës. Caktohet seanca për të dielën ku pritet të votohet qeveria e re. Ende mbetet e paqartë nëse vendosja ka arritur marrëveshje me ndonjë parti apo deputet për qeverinë. Arsyet për pengesa në raportet mes Kosovës dhe BE shihen ndryshe nga Kosova dhe Komisioni Evropian. Sipas zyrtarëve të KS, mungesa një qeverie të re pas zgjedhjeve ka penguar dialogun me BE. Ish-komandanti i NATO-s Wesley Clark konfirmuat si dëshmitari i mbrojtjes në gjykimin ndaj ish-kryetarëve të UÇK-s. Dëshmia e tij pritet të fillojë pas 17 nëntorit. Dështon seanca ndaj dy ish policëve serb të akuzuar për krime lufte. Mbrojtja ankohet për përkthimin e punuar të deklaratës së dëshmitarit. Të dielën më 26 tetor është thirrur seanca e jashtëzakonshme për votimin e qeverisë. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila ka konfirmuar për kohën se tashmë është bërë kërkesa dhe është ftuar seanca e jashtëzakonshme për të dielën prej orës 10 me 1 pikë të rendit të ditës zgjedhja e qeverisë së Republikës së Kosovës. Ende është e paqartë nëse kurti ka 61 votat e nevojshme për të formuar ekzekutivin e ri. Një ditë më parë, nënkryetaria e Kuvendit të Kosovës Elbulena Haxhiu në interaktiv të KTV-s tha se pavarësisht se afati po rrjedh drejt fundit, vetëvendosja ende s'ka siguruar marrëveshje me asnjë parti. Edhe pse është pranuar publikisht për mos pajtime për kushtet e marrëveshjes, Haxhiu ka thënë se ende nuk mund të përjashtohet një marrëveshje me nismën. Nëse vetëvendosja nuk arrin t'i bëjë 61 vota, presidentja ka detyrën që brenda 10 ditësh t'i ftojë partitë për konsultime dhe të vendosë për mandatarin që ka shanset më të mëdha për të formuar qeverinë. Nëse as pas përpjekjes së dytë qeveria nuk mund të formohet, presidentja sipas kushtetues duhet të shpallë zgjedhje të reja që duhet të mbahen brenda 40 ditësh. E për diskutuar për seancën e së dielës të thirrur lidhur me formimin e qeverisë, tani e kemi në një lidhje direkte deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Krenar Xhaferi. Atëherë, zotin Xhaferi, faleminderit që jeni në këtë linjë direkte sot me ne. Faleminderit për jush dhe përshëndetje për gjithë ata që po na dëgjojnë. Po, faleminderit zotin Xhaferi, fillimisht a keni pranuar këtë ftesën për seancën e së dielës që është thirrur? Po, e kemi marrë ftesën nga kuvendi, pra të dielën ora 10 jemi të ftuar për rendin e ditës, pra zgjidhjen e qeverisë së re. Dhe ju si pjesëtar, si deputet Lidhjes Demokratike, do të merrni në këtë seancë pjesë, dhe cili do të jetë qëndrimi ose votimi i LDK-s në këtë seancë? Po, ne jemi të qartë nga fillimi që nuk kemi marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje dhe normalisht që do të jemi prezent në kuvend dhe do të votojmë kundër formimit qeverisë së re. Unë besoj që qeveria Kurti do duhej që këto ditë të shfrytëzonte për diskutime me partitë cilat kanë shpreh vullnet politik në këtë drejtim, por nuk kemi pa interesim të tillë dhe siç po duket që nuk do të ketë qeveri Kurti 3. Megjithatë, e përmendët që me LDK nuk ka marrëveshje as bashkëpunim, ka pasur kohë të fundit kërkesa për takim me Lidhjen Demokratike të Kosovës ose me deputet individualisht për kërkuar votën për qeveria, jo? Jo, nuk kemi asnjë informat që ka pas me deputet veç e veç, për vete nuk kam asnjë informat, po të njëjtën kohë nuk ka pas asnjë përpjekje, po të njëjtën kohë ne jemi të qartë prej fillimit që kemi thënë që nuk bashkëpunojmë me Lëvizjen Vetëvendosje në krijimin e qeverisë së re. Po, megjithatë, zotin Xhaferi tani të dielën në rast se dështon formimi i qeverisë, cilat janë skenarët e mundshëm, çfarë situate mund të hyjmë? Do të pritet përsëri ndoshta thirrja e presidentes për të japur mandatarit të dytë formimin e qeverisë, apo do të mund të ketë një mbledhje të liderëve të partive politike për këtë kërkesën për shkuarjen në zgjedhje, apo cili do të ishte skenari më i mundshëm? Shiqane, unë menoj që qeveria Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje është treguar pa pjekun politikisht në një situatë të tillë politike, sepse liderët politik nganjëherë nuk e shohin vetveten, duhet ta shohin përtej vetvetes një interes shtetënor.
dhe në një situatë të tillë politike në cilën jemi normalisht që nuk ka numra për krijimin e qeverisë së re. Nga opozita nuk besoj që do të ketë përpjekje në këtë drejtim, ndërsa zotri Kurti nuk ka shpreh vullnet realisht edhe me partitë cilat për momentin janë të interesuar si nisma apo dhe disa minoritete për formimin e qeverisë së re. Vendi mund të shkojë në drejtim të zgjedhjeve të reja, por në një logjik të thjeshtë vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje të reja, për arsye sepse ka shumë formula tjera për me dalë prej situatës në cilën jemi. Ne mund të prodhojmë zgjedhje të reja, do të ketë një momentum të njëjtë pothuajse politik me më pak numra për lëvizjen vetëvendosje, por do të prodhohet një situatë e njëjtë politike pas zgjedhjeve. Ne si LDK kemi propozuar një qeveri të përbashkët, një qeveri teknike, ku liderët politik do të ishin larg qeverisë realisht të zgjedhën, do të duhej një qeveri teknike në drejtim të zgjidhjes tri problemeve bazike me të cilat jemi, pra çështjes ekonomike sepse jemi buz një kolaps ekonomik, çështjes diplomatike ku të ndërtojmë relacione më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet evropiane sepse janë fonde miliona euro sanksione pikërisht për shkak logjikës kësaj qeverie ekzistuese dhe normalisht zgjidhjen e presidentit, sepse ne për 4 muaj kemi me ardhur në një situatë momentum politik ku nëse nuk zgjidhet prap do të duhet të shkojmë në zgjedhje të reja. Kështu që në një logjik institucionale, në një logjik të një lideri i cili menon për te i vetvetes, do duhet që të pranonte një qeveri të tillë, një vjeçare, e pas saj krijohet një situatë e re politike, pra një qetësi politike dhe vendi mund të prodhojë një qeveri të re mbas një vjetesh, sepse në këtë format që jemi, unë kujtoj që mund të shkojmë në shumë palë zgjedhje, po jo në zgjidhje të problemit. Po, dhe kjo ideja propozuar nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës a ka pasur përpjekje që të kontaktoni edhe me liderët e partive të tjera për këtë idenë juaj, apo thjesht nuk është pranuar nga pothuajse të gjitha partitë kjo ideja e qeverisë teknike? Ne po flasim këtu për një zgjidhje të problemit në të cilën jemi. Sepse situata politike në cilën jemi e ke krijuar pikërisht prej lëvizjes vetëvendosje një përçarje e thellë skenës politike, ka kriju këto numra dhe këtë situatë politike. Pra dhe zoti Kurti vet nuk po bën përpjekje as minimale për krimin e qeverisë, edhe pse në numra do duhet të ishte e zgjidhën, sepse 57 vetëm i ka menismën dhe një minoritet mund të krijojë qeveria re, por prap problemi vjen politik të zgjidhja e presidentit. Pikërisht për këtë arsye. Nganjëherë situata të tilla politike do duhet që lideri lëvizjes vetëvendosje, pra të del përtej një ego të vet dhe të pranoj një zgjidhje teknike të cilën e ka propozuar LDK-ja, pra një qeveri teknike, e kjo qeveri me një mandat 7 muaj apo një vjeçar me fokus ato që i përmenda dhe do të zgjidhej problemi politik. Në të kundërtën, ne mund të hyjmë në procese zgjedhore të njëpasnjëshme, por procese të cilat nuk prodhojnë zgjidhje, sepse vetë formati politik është në situatën që jemi me numrat që janë këtu. Po, megjithatë, zoti Xhaferi, tani në rast se mandatari vjen te partitë opozitare, a është e gatshme Lidhja Demokratike të Kosovës të formojë një qeveri tjetër me parti tjera? Po nuk ka numra për pjesën opozitare. Unë po flas këtu, kur po flas për krejt skenën politike, sepse do duhet të mendohej për interes të vendit dhe jo për ego dhe interesa momentale të rehabilitimit politik të figurave politike. Në situatën që jemi, përballë një situate globale politike, përballë një situate politike momentale që kemi, unë kujtoj që pikërisht qeveria teknike do të ishte zgjidhje në një momentum deri në një momentum të ri politik. Ne prap pas 4 muajsh do të kemi problemin e presidentit. Pra zgjidhja e presidentës do të mund të prodhoj prap zgjedhje të reja. Dhe pikërisht për këtë arsye është kjo që po them që ndoshta një qeveri
teknike, pa liderët momental politik, me ekspert të fushave, do të ishte një zgjidhje momentale politike. Kjo tek ne ka pasur situata të tilla, nuk po flas këtu, ju kujtohet edhe në kohën e Rambujes atëherë kur vetë presidenti Rugova e liroi pozitën për ta udhëhequr në kohën e Rambujes atëherë zotin Thaçi dhe pikërisht këto momentume politike nga një reflektojnë jashtëzakonisht shumë tek qytetarët sepse krijohet një situatë e tillë politike. Pra, pjekuria politike duhet të ishte dhe të zgjidhej situata të tilla. Por kjo po duket që te zoti Kurti nuk e ka dhe realisht pikërisht mendësia politike në cilën e ka fut Kosovën është pikërisht kjo situatë në cilën jemi. Po, atëherë zoti Xhaferi, ju falenderit shumë që ishit në këtë linjë direkte me ne sot. Kënaqësi. Ka qenë deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Krenar Xhaferi, me cilin folëm lidhur me seancën e thirrur për këtë të diel, ndërkohë edicionin e vazhdojmë me zgjedhjet lokale pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që fushata zgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale për kryetarët komunash të zhvillohet nga 3 deri më 9 nëntor. Nga 26 deri më 29 tetor, KQZ-ja do të dërgojë flet votimet për votuesit jashtë Kosovës, ndërsa votimi përmes postës do të zhvillohet nga 27 tetori deri më 8 nëntor. Po ashtu subjektet politike mund të akreditojnë ose konfirmojnë vëzhguesit e tyre nga 28 nëntori deri më 3 nëntor, ndërsa mediat, OJQ dhe organizatat ndërkombëtare mund ta bëjnë deri më 3 nëntor. Në këtë mbledhje KQZ-ja ka miratuar përfshirjen e rezultateve nga rinumërimi 16 kutive të votimit nga 12 vetvotime të ndryshme. Po ashtu është vendosur që personat që mbushin 18 vjeç deri më 9 nëntor të përfshihen në listën e votuesve për raundin e dytë. Në një debat në Bruksel për zgjerimin e Bashkimit Evropian, ambasadori i Kosovës Agron Bajrami dhe drejtori i Komisionit Evropian për zgjerim Jan Koopman janë shprehur se ka pasur ngecje në raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Bajrami ka thënë se Komisioni Evropian nuk ka bërë sa duhet për t'i dhënë Kosovës statusin e kandidatit dhe për heqjen e masave ndëshkuese, duke theksuar se Kosova ndonse ka qeveri në detyrë, ajo është funksionale dhe se masat ishin të padrejta pasi lidhen me zbatimet e ligjit në veri. Nga ana tjetër, Koopman ka thënë se mungesa e një qeverie të re pas zgjedhjeve ka penguar dialogun me Bashkimin Evropian. Ai shtoi se Komisioni është në proces të heqjes së masave, por vendimi varet nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Koopman përmendi shembujt e Shqipërisë dhe Malit të Zi si vende që kanë ecur më përpara në procesin e antarësimit. Në debat morën pjesë edhe ambasadorët e Shqipërisë, Malit të Zi dhe Moldavisë, duke diskutuar për sfidat e vendeve në rrugën drejt BE-s. Ka dëshuar të mbahet seanca ndaj 2 policëve serb Zoran Kostić dhe Dragan Milović të akuzuar për krime lufte në rajonin e Vushtris. Seanca ka dëshuar të mbahet pasi pala mbrojtëse është ankuar për përkthimin e vonuar të deklaratës së dëshmitarit. Sipas mbrojtjes, përkthimi në gjuhën serbe i deklaratës së dëshmitarit që pritej të dëgjohej sot është pranuar vetëm pak minuta para fillimit të seancës. Avokati i të akuzuarit Kostić, Predrag Milković, tha se në këto rrethana mbrojtja nuk mund ta vazhdojë procesin. Nga ana tjetër, prokuroria Florie Shamolli kërkoi që dëshmitari Naim Haliti të dëgjohet për shmangur vonesa të mëtejmen në procesin gjyqësor, por mbrojtja kundërshtoi këtë kërkesë duke theksuar se dëgjimi i dëshmitarit nuk është i arsyeshëm në këtë fazë të procesit. Një automjet i një poste privat është grabitur mëngjesin e së premtës në fshatin Duar në dalje të autostradës. Sipas policisë, viktima është ndaluar dhe sulmuar nga disa persona të armatosur, të cilët nën kërcënim kanë marrë disa zarfe të mbyllura që dyshohet se përmbanin para. Viktima nuk ka pësuar lëndime, ndërsa autorët janë larguar me një vetur të tipit Golf. Policia ka nisur hetimet për identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarve.
Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, ish-presidenti Hashim Thaçi ka dorëzuar dosjen paraprake në çështje në të cilën së bashku me Bashkim Smakajn, Isnik Kilajn, Fadil Fazliun dhe Hajredin Kushin akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Ekipi mbrojtës i ish-presidentit Hashim Thaçi ka reaguar pas akuzave të reja për pengim të drejtësisë, duke i cilësuar ato si përpjekje të zyrës së prokurorit të specializuar për ndikuar në procesin gjyqësor për krime lufte. Sipas mbrojtjes, këto akuza janë ngritur në një moment kur po afrohet përfundimi paraqitjes së provave nga pala mbrojtëse dhe kanë për qëllim të krijojnë perceptim negativ ndaj Thaçit dhe të akuzuarve të tjerë. Mbrojtja kërkon që gjykata të mos lejojë që këto akuza shtesë të ndikojnë në gjykimin për krimet e pretenduara të luftës, duke theksuar se Thaçi dhe të tjerët janë duke bashkëpunuar plotësisht me drejtsinë. Generali Amerikan që udhëhoqi forcat e NATO-s gjatë fushatës ajrore kundër Serbisë në vitin 1999 do të jetë dëshmitari i fundit i mbrojtjes në procesin gjyqësor ndaj ish udhëheqësve të UÇK-s. Besniklar pritet të dëshmojë se Thaçi nuk e kontrollonte guerilën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë autorizimin që generali Wesley Clark të dëshmojnë në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Informata është bërë e ditur në parashtrimin që ka bërë në gjykatën speciale avokati Thaçit Luka Mishetić. Generali Amerikan që udhëhoqi forcat e NATO-s gjatë fushatës ajrore kundër Serbisë në vitin 99 do të jetë dëshmitari i fundit i mbrojtjes dhe pritet të dëshmojë se Thaçi nuk e kontrollonte UÇK-n. Ai jep vëzhgimet dhe përshtypjet e tij mbi mungesën e strukturës dhe organizimit të UÇK-s dhe mungesën e çdo komandimi ose kontrolli funksional. Ai gjithashtu vëzhgoi mungesën e kontrollit që kishte zotri Thaçi mbi UÇK-n dhe se ai ishte vetëm një person politik pa përvojë ushtarake, si dhe përshkruan pse do të ishte e padrejtë të atribuohej keq administrimi të tjerëve tek zotri Thaçi. Ngjashëm si generali Amerikan, edhe dëshmitarët e deritanishëm të mbrojtjes kanë insistuar se Thaçi dhe asantarët e tjerë të shtabit të përgjithshëm nuk kanë pasur kontroll efektiv mbi UÇK-n, e përjedhoi krimet potenciale nuk mund t'u atribuohen atyre. Çka pritet? Clark pritet të paraqitet në Hag në muajin e ardhshëm. Ai do të dëshmojë për periudhën gjatë luftës, por edhe për zhvillimet e pas luftës. Clark përshkruan dijenin për valën e dhunës në verën e vitit 1999 pas kthimit të refugjatëve kosovar dhe analizon shkaqet e kësaj dhune dhe faktin se ai nuk besonte se udhëheqja e UÇK-s ishte e angazhuar në një përpjekje të koordinuar për të sulmuar serbët ose minoritetet. Në Hag ndaj Thaçit është duke u zhvilluar edhe një proces tjetër që lidhet me vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Bashkë me të akuzohen edhe Bashkim Smakaj, Isnik Kilaj, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuqi. Në dosjen e dorëzuar nga avokatja Sophie Menegon, procesi është cilësuar si përpjekje e prokurorisë për të ndikuar në rezultatin e rastit për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mbrojtja e Thaçit ka insistuar se ky rast është i motivuar nga dëshira për të justifikuar masat e tepruara hetimore të prokurorisë në vitin 2023, të bazuara në akuzat që sipas avokatëve shumica nuk qëndrojnë. ZPS-ja ka folur vazhdimisht për këtë rast si një çështje që përfshin ndërhyrje ndaj dëshmitarëve, përfshirë edhe në deklaratat e saj të fundit publike. Kjo jo vetëm që rrezikon prezumimin e pafajësisë së zotrit Thaçit, por edhe shtrembëron akuzat. Thaçi, Veseli, Selimi e Krasniqi ndodhen në qendrën e paraburgimit në Hag që nga nëntori i vitit 2020.